Nana ka dalë prej kati 2 spitalit dhe më ka thirë Ambera, edhe sa po zbrez shkallëve, për ndëgjoj dikon Ambera, tash kush po ma din mu emrin, kur e shon një vajzë të klasën e parë. Falë, ku e ke marrë që të emër? Tha qështu ta ka që thash unë jam qaja. Unë jam qaja. E sot me mua bashkë në studio është dikush që mas pari po tham inshallah nuk ja ka bëj emrin. E dyta me mua bashkë në studio është Amber Kelmendi. Ambera. Që e dita thash. Ambera. A të lojna qështu? Qysh dush? Edhe unë po thom Ariana, kështu që mirë, shpejtojna qështu e dita që kom ja u qatë kallzova. S'është problem se si e para, sinqerisht, ku po shkoj po ma ngatrojnë këtë emër. Edhe nuk ka shumë i vështirë, bre 6 shkronja keq. Nuk jena mësuna me këse emra modern doket. Po, unë nuk jam gjenerat që me pas emrin modern, unë jam gjenerat modern e ki. Emri Ambera është pe gjuhës arabe, po nuk është që se përdorin dhe internacionalt. Amber e kanë për shembull, në Amerikë kanë shumë. Po qëre da, juve me thonë Amber, okej, pelojmë gjashtu. Po është një lule në Arabi që e bojnë një parfum prej saj edhe ka emrin Amber. E normalisht tani na shqiptarët jashtu na ka një A për me përvësu. Po unë menoj që kam emrin më të mirë në botë dhe nuk e kom taku asnjë herë kërkon me emër tam. Derisa jo m'bo vetë mu rritë dhe m'kam vetë a bën me ta marrë emrin. Më ka pas tregu nana se qëre që janë nesë. Më ka pas tregu nana për një rast, kur kom shku me pa unë motrën që m'ka lindë mas meje. Nana ka dalë prej kati 2 spitalit dhe më ka thirë Ambera, edhe ka ndëgju dikush aty një gru që e ka linë një vajzë dhe ka marrë emrin tem, e ka shkru dhe ja kalon vajzës, po normalisht masi që ka shku të shtëpia. Nejse ka kalu kohë, jemi rritë edhe unë më ka dash me ndru shkollën, për një shkollë kom dalë një shkollë tjetër. Edhe ishte dita e 2 ose e 3 që unë shkova në shkollën tjetër. Edhe sa po zbrez shkallëve, për ndëgjoj dikon Ambera, tash kush po ma din mu emrin, kur e shon një vajzë të klasën e parë. Edhe fati ish ka nana vetë me to dhe pepës, tash më falë, ku e ke marrë që të emër? Tha qështu ta ka që thash unë jam qaja. Unë jam qaja. Thash unë jam qaja, thash e fam shmja emrit. E mandej po më kanë pytë ndërkohë, a bën me ta marrë emrin, a bën me përdor emrin, do s'm ka arë problem, as mërzi, as njëherë. Kështu që tash për afërsisht i një dikun, një 7 Ambera. A ma apet pak? Pak. Kush do një mërë? Muni me marrë. E ty kush ta kalon emrin? Nana. Ko e ka dëgjuaja, nashta vesh që ka ledzu dikon? Nana jam realisht i kalon kitë familjes emra. Na kena emra tepër çudit shumë. S'po du me t'i përmes. Na nëzën më nxesi qëto. Cili është emri ma interesant? Familjen e ju i po më interesoj ka? Jo, s'van. Nuk van. Nuk van se s'di janë mira ta mi përmen, ti tregojnë brava kamerave. Po e ka pas një libër nana kur nuk e di ku e ka marrë, po jënë kohë dikun për afërsisht një 700 emra, nashta me thonë, edhe për krejt familjen i ka gjetë emrat aty. Deri dikun të gjenerata 2000-2005, familjarët krejt e kanë emrin prej nanës tam, po se cili është ma i bukur se tjetri. Se cili ma i veçantë se tjetri. Po, feks mandi kur kanë, do me thonë, prenteri kanë ndryshu pak. Prapi kena të veçantë, po kanë fillu pak me izbut me ka 4 shkronja, 5 shkronja tjetri.